Normal, sepse paraprakisht, para se me hy, qoftë edhe në Big Brother, qoftë edhe në luftë tjetër, se në këtë showbizi është një luftë për mu, sepse është lufta më e madhe, jo me luftu me armë dikon tjetër, po është me luftu me mendime edhe me pasion. Por luftë ka qenë njerë për mu, sa ka me mundë që atë epshin tem, pasionin tem, me pas në menaxhim. Mirë po, të kishte hy një mashkull fetar, që sa jam une, se tash devotshmëria ka shkallë të larta, unë nuk e shoh veten ende shumë e devotshme, të kisha hy unë aty me siguri, një mashkull nuk kishte mund me hy, një mashkull fetar, sepse është në pyetje femrat. Femrat janë 80% të zhveshura. Do me thënë aty në Kuran shkruan ruani vendet e turpshme. Çdo gjë që nxit epsh të një mashkull, të